që të bëjmë propozimet të tilla. Sot është vetëvendosje, nesër mund t'jeni ju, pas nesër një grup tjetër parlamentar, prandaj unë nuk do të veproj asnjëherë në kundërshtim me përgjegjësitë që më jep rregulloria e kuvendit. Faleminderit. Tani është radha e grupit multietnik, nëse dëshirojmë fjalën, nuk shoh të paraqitur. Nga AK-ja zoti Besnik Tahiri, me siguri. Faleminderit kryetare, të nderuar deputet. Kërkesa për shmangje për këto dy ligje që i kemi përpara dhe të cilat janë diskutuar në Komisionin për Kac, është kërkesë e gabuar, është kërkesë e cila edhe njëherë tenton të fut ligjet në trajtim pa një konsultim thellë, duke parë ndryshime substanciale në ligj. E kem thonë edhe herën e kaluar, edhe tash ne nuk do të votojmë shmangje përderisa nuk shihet një urgjencë e saktë. Urgjenca që do duhet të ishte sot është një politikë publike e institucioneve përkatëse, e mbështetur nga qeveria, e votuar nga kuvendi me liru çmimin e energjisë. Kjo do të ishte, këtë do ta përkrajmë, po jo një reorganizim plot institucional i cili për vlerësimin ton do duhet të nënshtrohet një praktike konsultative mirë të argumentuar për shkak se ky ndryshim prek institucione vitale që lidhen edhe me sigurinë energjetike, rrjedhimisht edhe me sigurinë kombëtare të vendit. Andaj ne nuk e mbështesim.